Unë jam Nevajet e Sadullaj dhe jam kryetare në qendrën e votimit 1928 thyje për 1. Votimi ka filluar në orën 7. Probleme nuk ka pasur, çdo gjë ka qenë në rregull. Deri tani kanë votuar 185 kandidatë. Gjithsej sa votuar? 601, gjithsej. Ku pite që t'ke vjen më madhe? Po zakonisht mbas dite, se para dite ka qenë ma dobët, tani do shohim, presim. Unë jam Gjemaledin Islami, vendvotimi është hapë në ora 7:00. Deri tash ka rrit numri 167 është, po presim pas orës, dhe me thonë pas dite, tjetë numri më i madh i votuesve. Jo, nuk kemi pat paregullësi, krejt është normal, po mendojmë mos ketë asnjë problem, tjetë vazhdojë deri në mbylljen e vendvotimit, tjenë njëjtin sistem që shkojë. Në total sa votues ka qenë? Në total ki vendvotim ka 555. Përshëndetje, unë jam Balon Shabani, jam kryetari i vendvotimit 1934. Në këtë vendvotim ka gjithsej 615 votues, deri në këtë kohë kanë votuar 180 votues. Vendvotimi u hap në ora 7, si gjithë vendvotimet tjera, deri tash s'ka pas asnjë farë problemi. Kur pritet që t'ketë një fluks më të madh të votuesve? Po nuk besoj se do ketë fluks të madh, pasi që fluksi vetë kaloi. Dikun ka ora 12:01 është ai fluksi më i madh. Kështu që tash është një intensitet kështu normal. Não dou a taxa de vista